Debate të forta në procesin ndaj të pandehurve të dosjes Plumbi Art, avokati Ilirian Dyzeni braktisi sallën e gjyqit pasi pretendoi se u kërcënua nga i penduari i drejtësisë Nuredin Dumani, i cili vijon prej javësh dëshminë e tij përpara gjykatës posaçme. Nuk toleroj të më kërcënoj dikush në sallë dhe prokurori të mos reagoj. Dumani më tha të fus në listë, je në ofertë, deklaroi avokati që mbron të pandehurin Besian Gjigja. Gjendur në kushte të tilla, trupa gjykuese urdhëroi policinë të largonte nga salla të penduarin dhe ndërpreu seancën për disa minuta. Kur procesi rifilloi, avokati Dyzeni deklaroi se do të tërhiqet pasi është konsultuar me kryetarin e dhomës së avokatëve. Kjo nuk është një çështje që mund ta kalojmë në heshtje, sepse këto mesazhe që po na jepen janë të papranueshme, tha Dyzeni. Ai deklaroi se dhoma e avokatisë do të dalë me një vendim lidhur me këtë çështje. Gentian Rumano, që mbron interesat e Henrik Hoxhait, kërkoi marrjen e masave për prokurorin e çështjes Behar Dibra, ndërsa avokatja Elda Zotkaj, që mbron Altin Docin, tha se do ta kallëzoj prokurorin pasi edhe ajo më herët pretendoi se është kërcënuar nga Nuredin Dumani. Prokurori theksoi para gjykatës se tensioni nuk e shkaktoi ai në seancë. Në pamundësi për të vijuar procesin, gjykata ju kërkoi palëve të respektojnë njëra tjetrën dhe e shtyu seancën e radhës të martën e ardhshme. Nuredin Dumani prej disa seancash radhasi po ju përgjigjet pyetjeve të avokatëve. Konkretisht këtë të njëjtë ju përgjigj avokatit e Henrik Hoxhait, ku foli për porosinë e marrë për të vrarë Lulzim Mashën dhe Oti Kilen, që sipas tij janë porosi të dhëna nga Suel Qela.